Viti 2026 nis me ndryshime të reja në skemën e pensioneve. Gratë tashmë do të dalin në pension 2 muaj më vonë se një vit më parë, duke e çuar moshën e daljes në pension nga 61 vjeç e 10 muaj në 62 vjeç. Ndryshe nga gratë, mosha për burrat mbetet e pandryshuar në 65 vjeç deri në vitin 2032. Pas kësaj periudhe, do të nisë rritja graduale e saj me 1 muaj çdo vit për të barazuar në 67 vjeç për të dy gjinit deri në vitin 2056, sipas ligjit për sigurimet shoqërore. Një tjetër ndryshim për 2026-ën është edhe rritja e viteve të sigurimit për të përfituar pension të plot. Këtë vit kërkohen 39 vite punë, 4 muaj më shumë se në 2025-ën. Deri në vitin 2029, ky numër do të shkojë në 40 vite. Përfitues të pensionit mbeten dhe ata qytetarë që kanë të paktën 15 vite të sigurimeve shoqërore, ndërsa për ata që nuk plotësojnë asnjë kriter, shteti ofron pension social pas mbushjes së moshës 70 vjeç. Këto ndryshime vijnë si pjesë e reformës afatgjatë të sistemit të pensioneve, e cila synon qëndrueshmëri financiare dhe barazi gjinore në përfitime. Ekspertët e sigurimeve bëjnë thirrje për informim të gjerë të qytetarëve që të planifikojnë më mirë të ardhmen e tyre, ndërkohë pensionistët aktual kërkojnë që shteti të rrisë dhe mbështetjen financiare përballë kostove në rritje të jetesës. Skema e re pritet të prek mijëra qytetarë, të cilët këtë vit afrohen me moshën e daljes në pension.